kush është armatos? Tha, po ju një armatos. Tha, që fotografia? Është një burgosën me orë në dorë. Thash, këj burgosën është Serb. Është fotografia famshme nëse... Fotografia famshme. Dhe në qëmë se ne nuk e rrafem atë histori, atë dyher ka një medje, burën Dubrovës. Që ato fotografi kanë bo ata, ka posë dhe gazetarë të Associated Press, e tjerë, po që sigurisht kanë qenë Serb që kanë punu për median ndërkombëtare. Kështu që ata kanë bo në fotografi që kanë ndoshtë vetë. Që kanë ndoshtë vetë. Edhe unë para 2 muajve, 3 muajve ose pak më shumë, e kam pas një debat me një fotografist që kish bo në fotografi mrena burgut atë ku. E ka organizue gazetari Jeta Gjara aty të Skanderbeg, që në disa fotografi të publikuar. Të ekspozita, fotografit ati gazetarit janë, është gazetari Serb që ka punu për Reuters apo nuk e di për kënd, si dhe për një medium të Serbisë. Ai ka qenë musafir, edhe ne kemi qenë debatus, edhe gazetori, fotografisti, i cili ka marrë dhe çmime ndërkombëtare, tha që kur kemi shku në konferencë për shtet në burgun e Dubrovës, drejtori i burgut na ka thonë që ne jemi detyruar me shtyp revolte e të burgosur shqiptar sepse janë armatos dhe kanë marrë burgun në dorë. Edhe unë i bona pyetje, kush është armatos? Tha, po ju një armatos. Tha, që fotografia? Është një burgosën me orë në dorë. Thash, këj burgosën është Serb. Është fotografia famshme nëse... Fotografia famshme. Dhe në qëmë se ne nuk e rrafem atë histori, atër ne seriozisht do dalim edhe aty. Do të akuzojmë se ne kemi marrë burgun dorë. Edhe ai burgosën keshë shqiptar. Kështu që unë ja bona ati me dije. Tha, po në që 20 vjetë ja kom bo me dije botës se burgosit jenë rebelu në bërë. Verzioni serb gjithmonë për secilën pjesë të historisë. 20 vjetë, këtë botë. Unë po të respektoj që ke bo fotografi. Ti ke rajtë këtë botë, nuk e pranante. Me në fund e kesh pranu fajë, edhe mund ka thirë zonja Jeta Gjara publikisht, ka thonë sa te ty o ka të kërkon faljes, aja kish pa usë. Kështu që ka qenë një gabim fatal, i ati me qëllim. Sigurisht, me agent. Saj, tha unë kam qenë dhe oficer ushtarak, po jëmë bon fotografist, edhe aj e ka rajt këtë botën me atë fotografi, jenë rebelu të burgosit, sepse dhe drejtori i burgut ka thonë në konferencë për shtet. Jemi detyru me intervenu se jenë rebelu të burgosit shqiptarë dhe ne u dash me po randa legjët. Ata nësë kemi pos vjecat këpucat. Nësë kemi pos mundësias me mytë veç. Sigur se cilin burg, nuk që në regullat... Propaganda serbe, më mërmenjen me që ne jemi gjallë, ju ka dështu, ama ju ka funksionu. Te sot se...